Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 35 vjeçe dhe jetoj në Angli prej më shumë se 10 vitesh. Kur ika nga Shqipëria isha ende shumë e re me një valixhe plot ëndra dhe me idenë se jashtë shtetit do gjeja një jetë më të madhe se ajo që lash pas. Në një farë mënyrë e gjeta, jetoj në Londër në një apartament të vogël por modern, vetëm disa minuta larg qendrës. Nuk jam e martuar, nuk kam fëmijë dhe sinqerisht për shumë vite kjo nuk më ka shqetësuar fare. Përkundrazi, më pëlqen liria që kam krijuar për veten time. Punoj në një kompani eventesh dhe jeta ime rrallë është e qetë. Ditët kalojnë mes njerëzve, muzikës, organizimeve dhe netëve që zjasin deri vonë. Kam krijuar shoqëri nga vende të ndryshme të botës dhe pothuajse çdo fundjavë përfundojmë në një klub të Londrës duke kërcyer deri në mëngjes. Shpesh njerëzit më pyesin, si nuk të ka ardhur ende dëshira të krijosh familje? Dhe unë gjithmonë qesh. E vërteta është që jam mësuar ta jetoj jetën ditë pas dite, pa plane të mëdha dhe pa premtime për të ardhmen. Nuk jam nga ato gra që ndërrojnë martesën apo fëmijët që të reja. Gjithmonë kam dashur të ndjej liri, të zgjohem një ditë dhe të vendos spontanisht ku do shkoj, me kë do dal, apo si do ta jetoj mbrëmjen. Londra ta jep këtë ndjesi. Askush nuk të pyet shumë. Askush nuk të gjykon. Mund të jesh kush të duash. Ka net kur dal vetëm për një pije dhe përfundoj duke kërcyer deri në orën 4 të mëngjesit me njerëz që sapo i kam njohur. Ka momente kur eci vetëm në rrugët e lagura të qytetit pas klubit dhe ndjej sikur kjo jetë ka diçka magjike. Por ka edhe net të tjera kur kthem në apartament me takat në dorë, heq grimin para pasqyrës dhe për disa sekonda ndjej një heshtje të çuditshme. Një boshllëk që nuk e pranoj shpesh para vetes, sepse në fund të ditës jeta ime duket perfekte, udhëtime, shoqëri, muzikë, argëtim, burra që vijnë dhe ikin, por nuk kam lidhje serioze. Asnjëherë nuk kam lejuar dikë të afrohet aq shumë sa të më prish ritmin e jetës që kam ndërtuar me kaq shumë sakrifica. Dhe ndoshta kjo më ka mbajtur të lirë, por në të njëjtën kohë edhe të vetmuar. Shoqet e mia më njohin si vajzë që nuk thot kurrë jo. Për një natë mirë, për argëtim, jam gjithmonë ajo që organizon daljet, që kërcen më shumë dhe që duket sikur nuk lodhet kurrë. Por askush nuk e di që ndonjëherë e bëj vetëm për të mos menduar shumë. Një të premte mbrëma, pas një jave të lodhshme në punë, vendosëm të dilnim në një klub të ri që ishte hapur në qendër të Londrës. U vesha shpejt, vendosa muzikë në apartament dhe po bëhesha gati para pasqyrës, kur një nga shoqet më dërgoi një mesazh. Sonte do njohësh dikë interesant, ta premtoj këtë gjë. Qesha dhe nuk i dha shumë rëndësi sepse sinqerisht mendoja se nuk ishte më asgjë të re që mund të më surprizonte. Ajo natë në klub ndryshoi gjithçka shumë më shpejt se sa unë e kisha imagjinuar. Vendi ishte plot, muzika e fortë dhe dritat lëviznin nëpër fytyrat e njerëzve sikur gjithçka po ndodhte në një film. Unë isha me shoqet e mia pranë barit, duke qeshur dhe duke pirë kokteilin tim të zakonshëm, kur në një moment ndjeva sikur dikush po më shikonte. U ktheva instinktivisht dhe aty e pash. I gjatë, trup sportiv, me lëkurë të zezë dhe një prezencë që të binte menjëherë në sy, pa pasur nevojë të bënte gjë. Ishte rreth të 40-tave dhe kishte atë vetbesimin e qetë që nuk duket i sforcuar. Por ajo që më goditi më shumë ishin sytë e tij. Më shikonte sikur më njihte prej kohësh. Për disa sekonda harrova fare muzikën përreth. Shoqja ime më goditi lehtë në krah dhe qeshi. Besoj se e gjete surprizën e mbrëmjes. Pak minuta më vonë ai erdhi drejt nesh dhe u prezantua. Quhej Markus,
fliste qetë, një buzëqeshje që të bënte menjëherë të ndihesh shumë komode. Biseda mes nesh rodhi natyrshëm që në minutat e para. Nuk ishte siklet, nuk ishte lojra, ishte ajo lloj kimie që ose ndodh menjëherë, ose nuk ndodh fare. Atë natë kërcyem bashk për orë të tëra. Për herë të parë pas shumë kohësh ndjeva diçka që nuk ishte thjesht tërheqje fizike. Ishte pasion, një tërheqje e fortë që më konsumonte nga brenda. Pas asaj nate filluam të takoheshim pothuajse çdo ditë. Markus ishte ndryshe nga burrat që kisha njohur më parë. Nuk përpiqej të më kontrollonte apo të më impresiononte me fjalë boshe. Kishte një energji të fortë, mashkullore dhe shumë të sigurt që më tërhiqte jashtë mase. Dal nga dal, filloi të kalonte gjithnjë e më shumë kohë në apartamentin tim. Pastaj, pa e kuptuar fare, rrobat e tij filluan të mbushin dollapin tim. Dhe një prej ditëve kuptova që praktikisht po jetonim bashk. Marrëdhënia jonë ishte intensive në çdo drejtim. Debatonim fort, pajtoheshim po aq fort dhe kishte një pasion mes nesh që nuk e kisha përjetuar kurrë më parë në jetën time. Markus më bënte të ndihesha e dëshiruar në një mënyrë që më çmendte. Më dukej sikur gjithë ato vite që kisha jetuar pa u lidhur seriozisht me askënd, po shpërthenin pa pritur një herësh. Madje kishte momente që edhe vetja ime më habiste dhe më linte pa fjalë nga mënyra si unë reagoja me gjithë dashurinë që ai më falte. Një prej netëve pasi kishim dalë, kishim pirë pak, ishim kthyer vonë në apartament, përfunduam duke qeshur, duke u përqafuar dhe duke u sjellë si dy adoleshentë të çmendur nga pasioni. Në kulmin e gjithë asaj energjie, u dëgjua një krisëm e fortë. Për një sekond mbetëm të dy pa lëvizur, sepse tham ç'a ishte. Pastaj filluam të qeshnim me lot kur kuptuam që krevati ishte thyer nga mënyra si po hidhnim gjithë energjinë dhe emocionin mbi të. Nuk do ta haroj kurrë atë moment. Ishim ulur në dysheme, ende duke qeshur, pa mundur të merrnim frym normalisht, ndërsa Markus më pa në sy dhe tha: "Ti nuk je si askush që un kam njohur." Për herë të parë pas shumë vitesh ndjeva frikë. Kuptova që nuk po luaja më vetëm me pasionin, po filloja të dashurohesha vërtet. Me kalimin e muajve, unë dhe Markus u bëm të pandashëm me njëri tjetrin. Për herë të parë, pas shumë vitesh, nuk ndihesha më si ajo vajza që dilte çdo natë vetëm për të mbushur boshllëkun me muzikë, njerëz dhe aventura shumë të shkurtra. Tashmë mezi prisja të kthehesha në shtëpi tek ai. Jeta ime ndryshoi gradualisht pa e kuptuar. Fillova të dal më pak në klabe, të kaloj më shumë net të qeta në apartament dhe të shijoj gjëra që më parë më dukeshin të mërzitshme. Darkat bashk, filmat në divan dhe mëngjeset pa nxitim. Çuditërisht isha më e lumtur se kurrë. Një ditë, ndërsa po qeshnim për krevatin që ishte thyer muaj më parë, Markus më tha: "Besoj se ai ishte momenti kur kuptuam që kjo nuk ishte thjesht aventurë. Dhe kishte të drejtë sepse ndonjëherë jeta nuk të ndryshon me plane të mëdha apo premtime perfekte. Ndonjëherë mjafton një natë, një shikim dhe një njeri që të bën të ndihesh më në fund në vendin e duhur me personin e duhur."